Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Hello and welcome back to LearnShip. In today's lesson, we are going to learn 50 common questions and answers in Albanian to help you build real-life conversation skills. These are practical, everyday questions that you can use in many different situations. We will go through them clearly so you can understand, repeat, and start using them right away. Without further ado, let's start. The first question for today is going to be, how are you? In Albanian, you can say, si je. Si je. Si je. I'm fine, thanks. Jam mirë. Faleminderit. Jam mirë. Faleminderit. What's your name? Si quhesh? Si quhesh? My name is Claudio. Emri im është Claudio. Emri im është Claudio. Where are you from? Nga je. Nga je. I am from Albania. Jam nga Shqipëria. Jam nga Shqipëria. Jam nga Shqipëria. Where do you live? Ku jeton? Ku jeton? I live in Tirana. Jetoj në Tiranë. Jetoj në Tiranë. How old are you? Sa vjeç je? Sa vjeç je? I'm 30 years old. Jam 30 vjeç. Jam 30 vjeç. What do you do? Çfarë pune bën? Çfarë pune bën? I'm a teacher. Jam një mësues. Jam një mësues. Jam një mësues. Are you married? Here, remember, we have two forms. If you're asking a man, then you're going to use the question, a je I martuar? A je I martuar? And then if it's feminine gender, change the article I to e. A je e martuar? A je e martuar? No, I am single. And even for single, we have two forms. For the male gender, you will say, jo jam beqar. Jo jam beqar. And then for the feminine, jo jam beqare. Jo jam beqare. Do you have children? A ke fëmijë? A ke fëmijë? Yes, I have one son and one daughter. Po, kam një djalë dhe një vajzë. Po, kam një djalë dhe një vajzë. What time is it? Sa është ora? Sa është ora?
It's 3 o'clock. Ora është 3. Ora është 3. Where are you going? Ku po shkon? Ku po shkon? I'm going home. Po shkoj në shtëpi. Po shkoj në shtëpi. Where do you work? Ku punon? Ku punon? I work from home. Punoj nga shtëpia. Punoj nga shtëpia. Do you like your job? A të pëlqen puna jote? A të pëlqen puna jote? Yes, I like it. Po, më pëlqen. Po, më pëlqen. What do you study? Çfarë studion? Çfarë studion? I study English. Studioj anglisht. Studioj anglisht. What time do you start work? Në çfarë ore fillon punën? Në çfarë ore fillon punën? I start at 8. Filloj në orën 8. Filloj në orën 8. Are you busy today? Here we have two forms. So article E for the male and article A for the female. So either a je or a je I or e zën sot. A je I e zën sot. And then if you want to say yes, very busy, you can either reply po shumë I zën, po shumë I zën for the male gender, and then for the feminine, po shumë e zën. Po shumë e zën. Do you work on weekends? A punon fundjavave? A punon fundjavave? No, I don't. Jo nuk punoj. Jo nuk punoj. Can you help me? A mund të më ndihmosh? A mund të më ndihmosh? Of course. Sigurisht. Sigurisht. Is it expensive? A është e shtrenjtë? A është e shtrenjtë? Yes, a little.
Po, pak. Po, pak. Where is the bus station? Ku është stacioni I autobusit? Ku është stacioni I autobusit? It's over there. Është atje. Është atje. Is this seat free? A është I lirë ky vend? A është I lirë ky vend? Yes, it is. Po është. Po është. Po është. How long does it take? Sa zgjat? Sa zgjat? About 2 hours? Rreth 2 orë. Rreth 2 orë. Where are you staying? Ku po qëndron? Ku po qëndron? Near the city center? Afër qendrës së qytetit. Afër qendrës së qytetit. Can you show me the way? A mund të ma tregosh rrugën? A mund të ma tregosh rrugën? Yes, follow me. Po, më ndiq. Po, më ndiq. Is it far? A është larg? A është larg? No, it's close. Jo, është afër. Jo, është afër. And the last expression? When do you arrive? Kur mbërrin? Kur mbërrin? Tomorrow morning? Nesër në mëngjes. Nesër në mëngjes. Nesër në mëngjes. Thank you for watching and do not forget, subscribe for more videos. See you in the next one.